Në sirtarët e vjetër të sigurimit të shtetit, të fshehur në mpluhur dhe heshtje 50 vjeçare, u gjet një zarf i verdhur me pull të vitit 1968. Brenda tij, me shkrim dore të rregullt, gati kaligrafik, dikush kishte shkruar emrin e Kadri Roshit me shkronja të mëdha, të nënvizuara 2 herë me bojë të kuqe. Letra ishte anonime, por stili i saj tradhtonte një njerëz të arsimuar, dikush që e njihte mirë teatrin, dikush që hante bukë në të njëjtën trijezë me legjendën. Ky dokument nuk ishte i vetmi. Në dosien e zezë të teatrit kombëtar, hetuesit kanë gjetur dhjetra letra të tilla, të gjitha me të njëjtin qëllim, ta shkatronin artistin më të dashur të kombit. Por kush ishte autori i vërtet? Kush nga kolegët që e përqafonin në skenë e tradhtonte në errësirë? Dhe pse sigurimi nuk e arrestoi Kadri Roshin kurrë, megjithse dosja ishte plot me akuza? Sot, për herë të parë, ne do të hapim këtë dosie dhe do të zbulojmë emrat e atyre që shkruanin me dorë të fshehur, ndërsa me gojë thërrisnin bravo. Kadri Roshi nuk ishte thjesht një aktor. Ai ishte zëri i një brezi të tërë, fytyra që shfaqej në çdo skenë madhore, në çdo festë zyrtare, në çdo moment kur regjimi donte të tregonte se arti shqiptar ishte i lullzuar. Kur ai hynte në skenë, salla pushonte së follurit. Kur ai fliste, edhe frymëmarrja e publikut ndiqte ritmin e fjalëve të tij. Por ajo që njerëzit nuk e dinin, ishte se pas perdes, në korridoret e errta të teatrit kombëtar, luhej një lloj tjetër, një lloj ku çdo fjalë, çdo shaka, çdo vështrim mund të kthehej në armë. Teatri nuk ishte vetëm tempull i artit. Ai ishte një fole gjarpërinjsh, ku ambicia, xhelozia dhe frika jetonin krah për krah me talentin. Dhe Kadri Roshi, me gjithë lavdinë e tij, ishte shënjestra më e madhe. Në vitet e 1960, ku Shqipëria ishte mbyllur si një burg i madh, teatri kombëtar ishte një nga vendet e pakta ku njerëzit mund të shihnin diçka të bukur, diçka që i bënte të harronin për një çast realitetin e ashpër jashtë. Por edhe brenda atyre mureve, sigurimi kishte sytë e vet. Çdo artist e dinte se çdo fjalë mund të dëgjohej, çdo takim mund të raportohej, çdo shaka mund të interpretohej si armiqësi ndaj pushtetit. Dhe kështu, shumë prej tyre zgjodën të mbijetonin duke u bërë informator. Disa e bënin nga frika, të tjerë nga ambicia, dhe disa thjesht sepse kishin mësuar se kjo ishte mënyra e vetme për të ecur përpara. Por kush ishin këta njerëz? Kush nga ata që u lesheshin në të njëjtën trijezë me Kadri Roshin, që pinin kafe me të, që qeshnin me të, ishin në të vërtetë ata që shkruanin raportet? Një nga dëshmitarët që ka folur për herë të parë pas 50 vitesh, një ish teknik i teatrit që sot jeton i harruar në një lagje periferike të Tiranës, thot se ai e ka parë me sytë e vet një nga kolegët e Roshit duke dalë nga zyra e drejtorit me një zarf në dorë. Ishte një mbrëmje e vonë, pas një prove të lotshme, dhe teatri ishte pothuajse bosh. Tekniku tira në sy se kolegët nuk e përshëndeti, nuk e pa as, sikur të ishte fantazm. Zarfi ngjashëm u gjet më vonë në dosjen e sigurimit. Ky teknik që ka kërkuar të mbetet anonim nga frika se edhe sot mund të ketë pasoja, thot se ai nuk e ka harruar kurrë atë pamje. Ai ecte me kokën ullur, sikur të kishte bërë diçka që e turpëronte, por në të njëjtën kohë kishte një lloj lehtësimi në fytyrë, sikur të ishte çliruar nda një barë e rënd, kujton ai. Por kush ishte ky person? Ve çfarë kishte shkruar në atë zarf? Kadri Roshi vet nuk fliste kurrë hapur për këto gjëra. Ai ishte mësuar të jetonte me maskë, jo vetëm në skenë, por edhe jashtë saj. Miqtet i ta aferton se ai kishte një sens të jashtëzakonshëm për të kuptuar njerëzit, se ai e dinte kush ishte i sinqert dhe kush jo. Por edhe kur e dinte, ai nuk e tregonte. Ai vazhdonte të buzëqeshte, të përqafonte, të bënte shaka, sikur asgjë nuk ishte ndodhur. Kjo ishte mënyra e tij për të mbijetuar. Por sa kushton kjo mbijetesë? Sa kushton të dish se personi që të rri përballë, që të thotë shok dhe mik, mund të jetë i njëjti që shkruan emrin tënd në një letër anonime? Kjo pyetje mundonte Kadri Roshin çdo ditë, çdo natë, çdo herë që hynte në skenë dhe shikonte fytyrat në sallë duke u pyetur: kush nga ju po më shikon me dashuri dhe kush po më numëron ditët? Në vitin 1968, Kadri Roshi ishte në kulmin e karrierës së tij. Ai kishte luajtur në disa nga shfaqjet më të suksesshme të kohës, kishte marrë çmime, kishte udhëtuar në disa vende socialiste për të përfaqësuar artin shqiptar, por pikrisht në atë vit, letrat anonime filluan të rriten në numër dhe në ashpërsi. Dikush po përpiqej sistematikisht ta shkatëronte. Akuzat ishin të ndryshme, se ai fliste keq për regjimin, se ai kishte lidhje me elemente armiq, se ai kishte thënë shaka për udhëheqjen, se ai kishte marrëdhënie të dyshimta me të huaj. Asnjë nga këto akuza nuk ishte e vërtetë, por në atë kohë e vërteta nuk kishte rëndësi. Mjaftonte që dikush të shkruante dhe makina e sigurimit fillonte të lëvizte.
Por pse Kadri Roshi nuk u arestua kurrë? Kjo është një nga misteret më të mëdha të kësaj historie. Disa thonë se ai kishte mbrojtje nga lart, se dikush në pushtet e pëlqente dhe nuk lejonte që të prekej. Të tjerë thonë se sigurimi e përdorte si karem, duke e mbajtur në presion për ta kontrolluar. Por ka edhe një version tjetër më të errët, se sigurimi e dinte saktësisht kush po shkruante letrat dhe po e linte të vazhdonte, sepse kjo krijonte një atmosferë frike dhe mosbesimi që i shërbente regjimit. Në dosjen e zezë, ka një shënim të shkruar me dorë nga një oficer i sigurimit, i datuar në shkurt të vitit 1969. Shënimi thot: Roshi është në vëzhgim, letrat vazhdojnë të vinë, por deri tani asnjë provë konkrete. Duhet të vendosim, a e arrestojmë për të treguar forcë, apo e mbajmë të lirë për të parë kush tjetër do të dalë në sipërfaqe. Ky shënim tregon diçka të frikshme, se sigurimi nuk ishte interesuar vetëm për Kadri Roshin. Ai po përdorte rastin e tij për të gjurmuar një rrjet më të gjerë, për të parë kush do të shkruante, kush do të fliste, kush do të tradhtonte. Kadri Roshi ishte bërë një karem në një lojë më të madhe, një lojë ku ai nuk e dinte as se po luante. Por çfarë ndjente ai? Si jetonte ai duke ditur se çdo ditë mund të ishte e fundit? Si hynte ai në skenë dhe luante trima, hero, figura madhore, kur brenda tij diçka po tërmohet ngadalë? Në një mbrëmje të ftohtë të dhjetorit të vitit 1970, pas një shfaqjeje të suksesshme të hallit, Kadri Roshi u ul në domen e tij të vogël të gardrobës dhe nxori një cigare. Duart i drideshin lehtë, jo nga lodhja, por nga diçka tjetër, diçka që ai nuk e tregonte kurrë. Një koleg që kishte hyrë pa trokitur për të marrë një kostum e pa dheu habit. Kadri, çfarë ke? Je i bardhë si gjelqere, i tha. Roshi buzëqeshi, por buzëqeshja nuk i arriti syt. Asgjë shok, thjesht jam lodhur, u përgjigj. Por ai nuk ishte thjesht i lodhur, ai ishte i shkatëruar nga brenda. Sepse pak orë më parë, dikush i kishte lënë një shënim në xhep të kostumit, një shënim i shkurtër, me shkronja të prera. Ata e din, ruhu. Kush e kishte lënë atë shënim? Ishte një paralajmërim miqësor, apo një kërcënim i maskuar? Ve çfarë dinin ata? Kadri Roshi e dinte se pjegjet e tilla nuk ishin përgjigje. Në atë botë, edhe heshtja ishte e rrezikshme, edhe besimi ishte luksos. Por le të kthehemi pak prapa, në vitet kur Kadri Roshi ishte ende i ri, plot ëndra dhe energji, kur ai besonte se talenti ishte i mjaftueshëm për të arritur majat. Ai kishte lindur në një familje modeste, por me vlera të forta. Babai i tij ishte një njeri i thjeshtë, që punonte me duart e tij dhe që i kishte mësuar djalit se ndeshmëria është gjëja më e rëndësishme në jetë. Nëna e tij ishte një grua e butë, që i këndonte këngë popullore dhe që ndronte ta shihte djalin e saj në skenë. Kadri Roshi e realizoi atë ëndër. Ai u bë aktor dhe jo thjesht aktor, por një nga më të mirët. Por rruga deri atje nuk ishte e lehtë. Ai kishte punuar ditë e natë, kishte studiuar çdo rol me përkushtim fanatik, kishte sakrifikuar gjithçka për artin e tij. Dhe kur më në fund arriti në teatrin kombëtar, ai mendoi se kishte arritur parajsën. Por parajsa shpejt u kthye në ferr. Teatri kombëtar në ato vite ishte një vend i çuditshëm, një vend ku arti dhe politika ishin të përzierë aq shumë sa nuk mund të dalloje ku mbaronte njëra dhe fillonte tjetra. Çdo shfaqje duhej të miratohej nga partia, çdo tekst duhej të kontrollohej për devijime ideologjike, çdo aktor duhej të ishte i pastër nga pikpamja biografike. Dhe nëse dikush kishte një të afërm që kishte qenë në anën e gabuar gjatë luftës, ose që kishte thënë diçka të papërshtatshme, ose që kishte tentuar të ikte nga vendi, atëherë ai aktor ishte automatikisht në ndyshim. Kadri Roshi kishte fat, sepse biografia e tij ishte e pastër, por kjo nuk e shpëtoi nga xhelozia dhe intrigat e kolegëve. Sepse sa më i suksesshëm bëhej ai, aq më shumë armiq fitonte. Një nga kolegët e tij, le ta quajmë Agim, sepse emri i vërtet do të zbulohet më vonë në këtë histori, ishte një aktor mesatar, me talent të kufizuar, por me ambicie të mëdha. Agimi kishte hyrë në teatr në të njëjtën kohë me Kadri Roshin, dhe në fillim ata ishin miq. Por me kalimin e viteve, Agimi filloi të ndjente se po mbetej në hije. Çdo rol i madh shkonte te Roshi, çdo levdat, çdo duartrokitje, çdo vëmendje shkonte te ai. Dhe Agimi nuk e duronte dot. Ai filloi të fliste keq për Roshin në biseda private, të përhapte thashe të them, të sugjeronte se suksesi i Roshit nuk ishte vetëm për shkak të talentit, por edhe për shkak të lidhjeve. Por kjo nuk ishte mjaftueshme për Agimin. Ai donte më shumë. Ai donte që Roshi të rrëzohej dhe ai ishte gati të bënte çdo gjë për të arritur këtë. Në vitin 1967, Agimi u afro me një oficer të sigurimit që vinte shpesh në teatr për të mbikëqyrur shfaqjet. Ky oficer, le ta quajmë Petrit, ishte një njeri i ftohtë, me sy të mpirë dhe buzëqeshje që nuk ngrohte kurrë. Ai kishte pushtet dhe ai e dinte.
Agimi e kuptoi se nëse donte të shkatëronte Roshin, ai duhej të përdorte Petritin. Dhe kështu filloi një bashkëpunim i fshehtë, një bashkëpunim që do të prodhonte dhjetra letra anonime, dhjetra raporte të rreme, dhjetra akuza të pabaza. Por Agjimi nuk ishte i vetmi. Kishte të tjerë, kolegë të tjerë që kishin arsyet e tyre për të dashur rënien e Roshit. Kishte një aktore, le ta quajmë Drita, që kishte qenë dikur e dashuruar me Roshin, por ai e kishte refuzuar butësisht. Drita nuk e kishte harruar kur atë refuzim, dhe ai refuzim u kthye në urrejtje. Kishte një regjisor, le ta quajmë Skënderi, që kishte pasur një konflikt me Roshin për interpretimin e një roli, dhe që nuk ja kishte falur kur faktin se Roshi kishte pasur të drejtë. Të gjithë këta njerëz, secili me arsyeën e vet, u bën pjesë e një rjeti të fshehtë që kishte një qëllim të vetëm, ta shkatëronin Kadri Roshin. Por Roshi nuk e dinte këtë. Ai vazhdonte të jetonte, të punonte, të luante, duke u përpjekur të mos mendonte për errësirën që po e rrethonte. Ai kishte një familje që e donte, kishte miq të vërtet që i qëndronin pranë, kishte publikun që e adhuronte. Por sa mund të mbahet një njeri në presion të tillë? Sa mund të jetosh duke ditur se çdo fjalë që thua mund të keq interpretohet, çdo veprim që bën mund të raportohet, çdo shaka që bën mund të kthehet në akuzë? Kadri Roshi filloi të ndryshonte. Ai u bë më i heshtur, më i tërhequr, më i kujdesshëm. Ai ndalloi së folur i hapur, ndalloi së qeshuri me zë të lartë, ndalloi së besuari. Dhe kjo ishte pikërisht ajo që armiqtë e tij donin. Ta shihnin të thyer, ta shihnin të friksuar, ta shihnin të humbur. Një nga momentet më të dhimbshme të kësaj periudhe ndodhi në pranverën e vitit 1968, kur Kadri Roshi u thirr në zyrën e drejtorit të teatrit. Ai shkoi me zemër të rrahur, duke mos ditur çfarë ta priste. Drejtori, një njeri që dikur kishte qenë mik i tij, e priti me një fytyrë të ftohtë zyrtare. Kadri, kam marrë disa ankesa për ty, tha drejtori pa e shikuar në sy. Ankesa? Çfarë lloj ankesash? Pyeti Roshi duke u përpjekur të mbante qetësinë. Ankesa që ti nuk je mjaftueshëm i angazhuar ideologjikisht, që ti nuk merr pjesë në aktivitetet e partisë, që ti ke një qëndrim të ftohtë ndaj shokëve, vazhdoi drejtori duke lecuar ndaj një letër që kishte përpara. Roshi e dinte se këto akuza ishin absurde, por ai e dinte gjithashtu se nuk kishte kuptim të protestonte. Unë jam gjithmonë i gatshëm të përmirësohem, shok drejtor, tha ai me zë të ulët. Drejtori e shikoi për një moment, dhe në atë moment Roshi pa diçka në sytë e tij, keqardhje, ndoshta edhe turp. Por pastaj drejtori u kthye përsëri në maskën e tij zyrtare. Shpresoj që kështu të jetë Kadri, sepse nëse jo, pasojat mund të jenë të rënda, tha ai dhe pushoi takimin. Roshi doli nga zira, duke u ndjerë sikur kishte marrë një goditje në stomak. Ai e kuptoi se betejë kishte filluar, dhe se ai ishte vetëm. Por ai ishte i vërtet vetëm. Kishte njerëz që e donin, që besonin tek ai, që ishin gati të rrezikoheshin për të. Apo të gjithë kishin frikë, të gjithë ishin të gatshëm të heshtën, të gjithë ishin të gatshëm të sakrifikonin për të shpëtuar veten. Kjo pyetje e mundonte Kadri Roshin çdo natë kur ai shtrihet në shtrat dhe shikonte tavanin, duke u përpjekur të gjente një përgjigje që nuk vinte kurrë. Në një mëngjes të hershëm të majit të vitit 1969, Kadri Roshi hyri në teatr dhe gjeti diçka të çuditshme. Dhoma e tij e gardrobës ishte e hapur, megjithse ai e kishte mbyllur me çelës natën e kaluar. Brenda gjithçka ishte në vend, por ai kishte një ndjenjë të fortë se dikush kishte qenë atje, se dikush kishte prekur gjërat e tij, se dikush kishte kërkuar diçka. Ai nuk tha asgjë, por ai filloi të mbante një ditar të fshehtë, ku shënonte çdo incident të çuditshëm, çdo bisedë të dyshimt, çdo vështrim që i dukej i pazakont. Ky ditar, që u gjet shumë vite më vonë nga familja e tij, është një dokument i tmerrshëm, një dëshmi e një njeriu që po jetonte në një burg pa mure, një njeri që po luftonte për të mbajtur shpirtin e tij të gjallë në një botë që po përpiqej ta shtynte. Në atë ditar, Kadri Roshi shkruan për një takim që kishte pasur me një koleg të vjetër, një aktor që kishte dalë në pension, por që vinte ende ndonjëherë në teatr për të parë shfaqjet. Ky aktor, le ta quajmë Toma, ishte një njeri i mencur që kishte parë shumë në jetën e tij dhe që kishte mësuar të leconte njerëzit. Një ditë pas një prove, Toma e mori Roshin mënjan dhe i tha me zë të ulët: "Kadri, djalit, ti je në rrezik. Unë e di se çfarë po ndodh. Ka njerëz këtu që po të shkruajnë, dhe nuk janë njerëz të thjeshtë. Janë njerëz që kanë lidhje me sigurimin." Roshi e shikoi me sy të habitur. "Kush janë ata, Toma? Më thuaj emrat", kërkoi ai. Por Toma tundi kokën. "Nuk mund të të them emrat, sepse nëse të them, edhe unë do të bie në telashe. Por mund të të them këtë: ruhu nga ata që të flasin më shumë
nga ata që të bëjnë pyetje të tepërta, nga ata që duken se të duan shumë, sepse pikërisht ata janë më të rrezikshëm. Dhe me këto fjalë, Toma u largua, duke i lënë Roshin të hutuar dhe të friksuar më shumë se kurrë. Por kush ishin këta njerëz që Toma po i referoi? Kadri Roshi filloi të vëzhgonte më me kujdes. Ai filloi të vinte re se Agjimi, kolegët që dikur kishte qenë mik i tij, tani po i shmangi, po i shikonte me një lloj armiqësie të fshehur. Ai vuri re se Drita, aktore që ai kishte refuzuar, po fliste poshtë me ironi në biseda me të tjerët. Ai vuri re se Skënderi, regjisori, po i jepte rolet më pak të rëndësishme, po i kritikonte më shumë se të tjerët, po e trajtonte me një lloj përbuzieje të maskuar. Dhe ai filloi të kuptonte se këta njerëz nuk ishin thjesht xheloz ose të mërsitur. Ata ishin diçka më e keqe. Ata ishin tradhtar, ata ishin informator, ata ishin armiq të vërtet. Por provat? Ku ishin provat? Kadri Roshi nuk kishte prova, kishte vetëm dyshime, ndjenja, intuit. Dhe në atë botë, intuit nuk ishte mjaftueshme. Ai duhej të jetonte me këto dyshime, të punonte me këta njerëz, të buzëqeshte me ta, të luante në të njëjtën skenë me ta, duke ditur se ata mund të ishin pikërisht ata që po përpiqeshin ta shkatërronin. Sa mund të duronte kjo? Sa mund të jetonte një njeri në një gjendje të tillë tensioni të vazhdueshëm? Kadri Roshi po arrinte në kufi. Ai po humbiste peshë, po humbiste gjumë, po humbiste gëzimin që dikur kishte pasur për artin e tij. Ai po kthehej në një hije të vetvetes. Dhe pastaj, në një mbrëmje të shtatorit të vitit 1969, ndodhi diçka që ndryshoi gjithçka. Kadri Roshi po kthehej në shtëpi pas një prove të vonë kur një makinë ndaloi në rrugë. Nga makina dolën dy burra me pallto të zeza me fytyra të ashpra. Kadri Roshi? Pyeti njëri prej tyre. Po, unë jam, u përgjigj ai, duke u përpjekur të mos tregonte frikën që po e pushtonte. Duhet të vish me ne, kemi disa pyetje për ty, tha burri, pa shpjeguar asgjë më shumë. Roshi e dinte se nuk ishte zgjedhje. Ai hyri në makinë dhe ata nisën. Gjatë rrugës, ai u përpoq të mbante qetësinë, të mos mendonte për ato që mund të ndodhte. Por zemra i rahte aq fort sa ai mendonte se burrat do ta dëgjonin. Ata e quan në një ndërtesë që ai nuk e njihte, një ndërtesë pa shenja, me dritare të errta. Ata e quan në një dhomë të vogël me një trijezë dhe dy karrige. Dhe pastaj ata e lanë vetëm, për orë të tëra, pa i thënë asgjë, pa i bërë asnjë pyetje. Kjo ishte një taktikë e njohur e sigurimit. Ta linin personin të pritej, ta linin të mendonte, ta linin të friksoj. Dhe funksiononte. Kadri Roshi po shkatërrohej nga brenda, duke u përpjekur të kuptonte çfarë kishin, çfarë dinin, çfarë do të bënin me të. Më në fund, pas atyre që i dukeshin si ditë të tëra, por që në të vërtetë ishin vetëm disa orë, një oficer hyri në dhomë. Ai ishte një njeri i mesëm, me sy të ftohtë dhe buzëqeshje që nuk arrinte kurrë në sy. Ai u ul përballë Roshit dhe e shikoi për një kohë të gjatë, pa thënë asgjë. Pastaj, ai nxori një dosie të trashë dhe e vuri në trijezë. E di çfarë është kjo, Kadri? Pyeti ai me zë të qetë. Roshi tundi kokën. Kjo është dosia jote. Ktu janë të gjitha raportet që kemi marrë për ty. Dhe janë shumë, Kadri. Shumë njerëz kanë shkruar për ty. Njerëz që ti mendon se janë miq të tu. Oficeri e hapi dosien dhe filloi të lexonte disa fragmente. Kadri Roshi ka thënë se regjimi është shumë i ashpër. Kadri Roshi ka bërë shaka për udhëheqjen. Kadri Roshi ka marrëdhënie me element të dyshimt. Çdo fjalë ishte si një thik në zemër të Roshit. Ai e dinte se asnjë nga këto nuk ishte e vërtetë, por ai e dinte gjithashtu se e vërteta nuk kishte rëndësi. Oficeri e mbyli doshen dhe e shikoi përsëri. Por ne nuk jemi të sigurt, Kadri. Ne nuk jemi të sigurt nëse ti je vërtet armik, apo nëse dikush po përpiqet të bëjë të duket si armik. Dhe prandaj, ne do të japim një mundësi. Ti do të vazhdosh të punosh, por ti do të jesh në vëzhgim. Dhe nëse ne zbulojmë se ti je vërtet armik, atëherë do të paguash. Por nëse zbulojmë se dikush po të shpif, atëherë ai do të paguaj. A e kupton? Roshi e kuptoi. Ai e kuptoi se ai ishte bërë një karem në një lloj që ai nuk e kontrollonte. Ai e kuptoi se ai duhej të jetonte me këtë frikë, me këtë pasiguri, me këtë presion për një kohë të pacaktuar. Dhe ai e kuptoi se ai nuk kishte zgjedhje tjetër përveç se të pranonte. Ata e liruan atë natë, por Kadri Roshi nuk u ndje kurrë i lirë përsëri. Ai u kthye në teatr, ai vazhdoi të luante, ai vazhdoi të buzëqeshte, por diçka brenda tij kishte vdekur. Ai kishte humbur besimin, kishte humbur shpresën, kishte humbur gëzimin. Ai ishte bërë një aktor edhe në jetën e tij reale, duke luajtur rolin e një njeriu të lumtur, ndërsa brenda ai po shkatërrohej. Dhe njerëzit që e shikonin, që e duartrokisnin, që e adhuronte, nuk e dinin asgjë. Ata shihnin vetëm maskën, jo njeriun që fshihej pas saj.
Por kush ishin ata që i kishin cuar në këtë gjendje? Kush ishin ata që kishin shkruar ato letra? Kush ishin ata që kishin tradhtuar besimin e tij, miqësinë e tij, njerëzimin e tij? Emrat do të zbulohen, por jo tani, jo ende. Sepse kjo histori ka ende shumë për të treguar, shumë sekrete për të zbuluar, shumë dhimbje për të ndarë. Dhe ne do të vazhdojmë, hap pas hapi, fjalë pas fjale, derisa e vërteta të dalë në dritë, derisa drejtësia të bëhet, derisa kujtimi i Kadri Roshit të pastrohet nga ballët që armiqtë e tij hodhën mbi të. Në arkivat e fshehta të ish sigurimit të shtetit, të hapura vetëm në vitin 2011, hetuesit gjetën diçka që i bëri të ngrinë gjakun. Një listë me emra, të shkruar me shkronja kapitale të kuqe, nën titullin Objekti Teatri Kombëtar, informator aktiv. Lista përmbante 32 emra, dhe secili emër kishte një kod pranë, IO, që do të thotë informatori organizuar, IR, që do të thotë informatori rastësishëm, dhe IP, që do të thotë informatori paguar. Pranë emrit të Agjimit, kolegu që dikur kishte qenë mik i Kadri Roshit, ishte shkruar IO me ngjyrë të zezë dhe një shënim me shkrim dore. Bashkpunëtor prej vitit 1966, shumë produktiv, raporton çdo javë. Por ajo që ishte edhe më e tmeshme ishte se pranë emrit të Agjimit kishte një listë tjetër, më të vogël, me emrat e atyre që ai kishte rekrutuar personalisht për të raportuar. Dhe në atë listë ishte edhe emri i Dritës, aktoria që kishte qenë e dashuruar me Roshin, dhe emri i Skënderit, regjisori që kishte pasur konfliktin me të. Kjo do të thotë se Agjimi nuk ishte thjesht një informator, ai ishte një rekrutues, një organizator i një rjeti të tërë tradhtie brenda teatrit kombëtar. Ai kishte ndërtuar një piramidë të fshehtë, ku secili raportonte për tjetrin, ku secili kishte frikë nga tjetri, ku secili ishte njëkohësisht viktimë dhe ekzekutues. Por pse Agjimi e bëri këtë? Çfarë shtyu një njeri që dikur kishte qenë artist, që dikur kishte ndëruar për skenë dhe për lavdi, të kthehej në një makinë tradhtie? A ishte vetëm xhelozia? Apo kishte diçka më të thellë, diçka më të errët, diçka që ne ende nuk e dim? Dëshmitarët që kanë folur për këtë periudhë, ish kolegë që sot janë në moshë të thirrë dhe që kanë pranuar të flasin vetëm me kusht anonimiteti, tregojnë një histori që të bën të dridhesh. Ata thonë se Agjimi nuk ishte gjithmonë kështu, se ai dikur kishte qenë një djalë i mirë, i talentuar, plot ëndra. Por diçka ndodhi në vitin 1965, diçka që e ndryshoi përgjithmonë. Ai kishte luajtur në një shfaqje që kishte dështuar keq, një shfaqje që kritikët e kishin shkatëruar, një shfaqje që publiku e kishte braktisur. Dhe në të njëjtën kohë, Kadri Roshi kishte luajtur në një shfaqje tjetër që kishte qenë një triumf i madh. Kontrasti ishte i dhimbshëm, i padurueshëm për Agimin. Ai filloi të pinte, të mbyllej në vete, të fliste me hidhrim për padrejtësinë e jetës. Dhe pikërisht në atë moment kur ai ishte në pikën më të ulët, oficeri Petrit e afroi. Petrit e pa dobësinë e tij, e pa hidhrimin e tij, e pa mundësinë, dhe ai e shfrytëzoi. Ai ofroi Agjimit diçka që ai kishte humbur, rëndësi, pushtet, ndjenjen se ai kontrollonte diçka. Ti mund të më ndihmosh, Agjim, i tha Petrit një mbrëmje në një kafene të vogël larg teatrit. Ti mund të më ndihmosh të mbajnë në kontroll ata që po devijojnë, ata që po rrezikojnë artin ton socialist. Dhe në këmbim, unë do të kujdesim që karriera jote të mos fundos. Agjimi, i dehur dhe i dëshpëruar, pranoi, dhe kështu filloi rrëshqitja e tij në ferr. Por Agjimi nuk ishte i vetmi që u rekrutua në atë mënyrë. Drita, aktoria e bukur me zë të mrekullueshëm, kishte historinë e saj të dhimbshme. Ajo kishte qenë vërtet e dashuruar me Kadri Roshin, por ai e kishte refuzuar me butësi, duke i thënë se ai ishte i martuar dhe se ai e respektonte familjen e tij. Për Dritën, ky refuzim ishte më shumë se një zhgënim romantik. Ai ishte një poshtrim, një mohim i vlerës së saj si grua. Aho filloi të mendonte se Roshi e kishte refuzuar sepse ai e konsideronte të pavlerë, sepse ai kishte dikë tjetër, sepse ai po çeshte me të pas shpine, dhe kjo mendim e hangri nga brenda. Ajo u bë e hidhur, e ftohtë, e mbyllur. Dhe kur Agjimi, që e dinte për këtë histori, e afroi dhe i tha se ajo mund të hakmerej duke ndihmuar organet e shtetit të mbajnë në kontroll elementet e rrezikshëm si Roshi, ajo nuk refuzoi. Ajo mendoi se kjo ishte mënyra e saj për të rimarrë dinjitetin, për t'i treguar Roshit se ajo nuk ishte e dobët, se ajo kishte pushtet. Por në të vërtetë, ajo po bëhej skllave e një sistemi që nuk e respektonte as atë, as askën tjetër. Skënderi, regjisori, kishte një histori tjetër, por po aq tragjike. Ai kishte qenë një artist i vërtet, me vizion, me ide të guximshme, por në atë sistem, vizionet dhe ide të guximshme ishin të rrezikshme. Ai kishte tentuar të vinte në skenë një shfaqje që kishte elemente kritike ndaj burokracisë,
dhe ai ishte ndëshkuar ashpër. Ai ishte larguar nga posti i tij si drejtor artistik, ishte ullur në pozicion më të ullët, ishte bërë objekt talljeje. Dhe për të mbijetuar, ai kishte pranuar të bashkëpunonte me sigurimin. Ai kishte pranuar të raportonte për kolegët e tij, të kontrollonte tekstet, të siguronte që asgjë kuote 14 të mos dilte në skenë. Dhe në këmbim, ai kishte rimarrë një pjesë të pushtetit të tij, një pjesë të respektit të tij. Por çmimi ishte i lartë. Ai kishte humbur shpirtin e tij si artist. Ai kishte humbur respektin e vetes. Dhe ai e dinte. Në ditaret e tij personal, që u gjetën pas vdekjes së tij, ai shkruan me dhimbje të thellë. Këta 3 njerëz, Axhimi, Drita dhe Skënderi, ishin bërticat e rrjetit që po rrethonte Kadri Roshin. Por ata nuk ishin të vetmit. Kishte të tjerë, më pak të dukshëm, më pak aktiv, por po aq të rrezikshëm. Kishte teknik që dëgjonin bisedat dhe i raportonin. Kishte administrator që lexonin letrat personale dhe i kopionin. Kishte madje edhe disa aktor të rinj që sapo kishin hyrë në teatr, veç ishin rekrutuar që në fillim, që ishin mësuar se kjo ishte mënyra normale të jetuarit, se tradhtia ishte pjesë e punës. Teatri kombëtar ishte bërë një labirint i frikës, ku askush nuk mund të besonte askënd, ku çdo fjalë mund të ishte një grack, ku çdo heshtje mund të ishte një akuzë. Dhe në qendër të këtij labirinti ishte Kadri Roshi, i vetëm, i rrethuar, i shenjuar. Po le të kthehemi te ajo, mbrëmja e shtatorit të vitit 1969, kur Kadri Roshi u lirua nga zyrat e sigurimit dhe u kthye në shtëpi. Ai hyri në shtëpi në orët e para të mëngjesit, i lodhur, i shkatëruar, i zbrazët. Gruaja e tij, një grua e fortë dhe të dashur, që e kishte mbështetur gjithmonë, e pa dhe e kuptoi menjëherë se diçka e tmeshme kishte ndodhur. Ajo nuk e pyeti asgjë, sepse ajo e dinte se në atë shtëpi edhe mulet mund të kishin vesh. Ajo thjesht e përqafoi, dhe ai qau në krahet e saj, qau si një fëmijë, qau për gjithçka që kishte humbur, për gjithçka që po i merrte. Dhe ajo e mbajti, pa thënë asnjë fjalë, sepse fjalët nuk ishin të nevojshme. Dashuria e saj ishte mjaftueshme, ishte e vetmja gjë që e mbante atë të gjallë. Ditët që pasuan ishin një ferë. Kadri Roshi shkoi në teatr, por ai nuk ishte më i njëjti. Ai shikonte çdo njeri me dyshim, ai dëgjonte çdo bisedë me vëmendje, ai analizonte çdo vështrim, çdo fjalë, çdo gjest. Ai po bëhej paranojak, dhe ai e dinte, por ai nuk mund ta ndallonte, sepse ai e dinte se dikush nga ata njerëz që ai shikonte çdo ditë, dikush nga ata që ai përshëndeste, dikush nga ata që ai punonte, ishte tradhtari. Dhe ai donte ta gjente. Ai donte ta shikonte në sy, ai donte ta pyeste pse. Ai donte të kuptonte si një njeri mund të bëjë një gjë të tillë. Por ai nuk mund, sepse ai nuk kishte prova, ai kishte vetëm dyshime. Dhe dyshimet nuk ishin të mjaftueshme. Një ditë gjatë një prove, Axhimi ju afro Roshit me një buzëqeshje të gjerë. Kuote 40, i tha ai me zë të shqetësuar. Roshi e shikoi, dhe për një moment ai pa diçka në sytë e Axhimit, diçka që i dukej si fajsi, si frikë, si diçka e fshehur. Por pastaj Axhimi buzëqeshi përsëri dhe momenti kalloi. UQUOTE u ndërkriju 4. 4 u përgjigj Roshi me zë të qetë. UQUOTE u ndërkriju 4. 5. Axhimi e trokiti në shpatull. Kuote u ndërkrijuar 4. 6. U ndërkrijuar, tha ai dhe u largua. Roshi mbeti atje duke shikuar shpinën e Axhimit duke u pyetur. A ishte ai? A ishte ai tradhtari? Apo ishte dikush tjetër? Apo ishin të gjithë? Kjo pasiguri, kjo mungesë të vërtetës, kjo pamundësi për të ditur, ishte tortura më e madhe. Kadri Roshi po jetonte në një botë ku realiteti dhe iluzionet ishin përzier atë shumë sa ai nuk mund t'i dallonte më. Ai po humbte kontrollin mbi mendjen e tij, mbi emocionet e tij, mbi jetën e tij. Dhe armiqtë e tij e dinin, ata e shihnin se si ai po shkatërrohej, dhe ata ishin të kënaqur, sepse ky ishte qëllimi i tyre. Jo ta vrisnin fizikisht, por ta vrisnin shpirtërisht, ta bënin të vuante, ta bënin të humbiste gjithçka që e bënte njeri. Por a do të arrinin ta tyinin plotësisht? Apo Kadri Roshi do të gjente forcën për të rezistuar, për të luftuar, për të mbijetuar? Në fillim të vitit 1970, Kadri Roshi mori një rol të ri, një rol që do të ishte një nga më të rëndësishmit e karrierës së tij. Ai do të luante Hamletin në një version të ri të shfaqjes së Shakespeare-it. Ky rol ishte një sfidë e madhe, por edhe një mundësi për të shprehur gjithçka që ai po ndjente, gjithë dhimbjen, gjithë dyshimin, gjithë çmendurinë që po e pushtonte. Regjisori i shfaqjes ishte një njeri i ri, i talentuar, që sapo kishte ardhur nga studimet në Moskë dhe që nuk ishte ende i korruptuar nga sistemi.
Ai e pa Roshin dhe e kuptoi menjëherë se ky aktor kishte diçka të veçantë, diçka të thellë, diçka që shkonte përtej teknikës. Ai vendosi ta linte Roshin të interpretonte Hamletin në mënyrën e tij, pa ndërhyrje të tepërta, pa kontrole ideologjike të forta. Dhe Roshi e shfrytëzoi këtë liri. Ai filloi të punonte në rol me një intensitet që i friksoi edhe kolegët. Ai studionte çdo fjalë, çdo monolog, çdo skenë, duke kërkuar të gjente në Hamlet veten e tij, dhimbjen e tij, luftën e tij. Provat ishin intensive, shtërruese, emocionale. Kadri Roshi po jepte gjithçka që kishte, po hapte shpirtin e tij në skenë, po tregonte gjithë dobësinë e tij, gjithë forcën e tij, gjithë njerëzimin e tij. Dhe kolegët që e shikonin, edhe ata që e urrenin, edhe ata që e tradhtuan, nuk mund të mos admiroheshin. Sepse ajo që Roshi po bënte nuk ishte thjesht aktorim, ishte diçka më e lartë, ishte art në formën e tij më të pastër, ishte e vërteta në formën e saj më të zhveshur. Por pikërisht kjo e bëri edhe më të rrezikshëm, sepse një Hamlet që fliste për tradhtin, për gënjeshtrën, për korrupsionin e pushtetit, në atë kontekst, në atë kohë, në atë vend, nuk ishte thjesht një shfaqje, ishte një akuzë, ishte një denoncim, ishte një thirrje për të vërtetën. Agjimi e pa këtë, dhe ai u friksua. Ai e kuptoi se nëse kjo shfaqje do të dilte në skenë ashtu siç po provohej, ajo do të kishte një ndikim të madh, ajo do të bënte njerëzit të mendonin, ajo do të bënte njerëzit të pyesnin, dhe kjo nuk ishte e pranueshme. Ai shkoi te oficeri Petrit dhe i raportoi. Shoku oficer, ka një problem me shfaqjen e re të Hamletit, i tha ai me zë të ulët në një takim të fshehtë në një apartament të sigurt. Kadri Roshi po e interpreton në një mënyrë që është e rrezikshme. Ai po e bën Hamletin të duket si një viktimë e një sistemi të korruptuar, si një njeri që po lufton kundër tradhtisë dhe gënjeshtrës. Kjo mund të interpretohet si kritik ndaj shtetit ton. Petrit e dëgjoi me vëmendje dhe pastaj buzëqeshi me atë buzëqeshjen e tij të ftohtë. Interesante, tha ai, shumë interesante. Le ta shohim se si zhvillohet. Por ti vazhdo të raportosh, dhe nëse është e nevojshme, ne do të ndërhyjmë. Por ndërhyrja nuk erdhi menjëherë, sepse sigurimi kishte një strategji tjetër. Ata vendosën të linin shfaqjen të dilte në skenë, por të kontrollonin reagimin e publikut, të shihnin se si njerëzit do ta interpretonin, të përdornin këtë si një test për të parë se sa të rrezikshëm ishin njerëzit, sa të gatshëm ishin të mendonin në mënyrë kritike. Dhe kështu në një mbrëmje të ftohtë të marsit të vitit 1970, shfaqja u hap. Salla ishte plot, çdo vend ishte zënë. Njerëzit kishin ardhur nga e gjithë Tirana për ta parë Kadri Roshin në rolin e Hamletit. Dhe kur ai hyri në skenë, kur ai filloi të fliste ato fjalë të famshme, të jesh apo të mos jesh, kjo është pyetja, diçka ndodhi në sallë. Një heshtje e thellë, një vëmendje absolute, një lidhje e fuqishme midis aktorit dhe publikut. Kadri Roshi nuk po luante Hamletin, ai ishte Hamlet. Ai ishte princi i tradhtuar, i rrethuar nga armiq, i detyruar të luante të çmendur për të mbijetuar, i detyruar të dyshonte për gjithçka dhe për të gjithë. Dhe publiku e ndjeu. Ata e kuptuan se ky nuk ishte thjesht një shfaqje historike. Kjo ishte një pasqyrë e realitetit të tyre, e jetës së tyre, e frikës së tyre. Në fund të shfaqjes, kur Hamlet vdiq në skenë, kur Kadri Roshi ra në dysheme me atë dhimbje të thellë në sy, salla shpërtheu në duartrokitje. Njerëzit u ngritën në këmbë, ata duartrokitën për minuta të tëra, ata qanin, ata bërtisnin bravo, ata donin ta shihnin përsëri, ata donin ta përqafonin. Ishte një triumf i madh, një nga momentet më të larta të karrierës së Kadri Roshit. Por ai nuk ishte i lumtur. Ai e dinte se ky triumf do të kishte një çmim. Ai e dinte se armiqtë e tij nuk do ta linin kështu. Ai e dinte se tani, më shumë se kur, ai ishte në rrezik. Dhe ai kishte të drejtë. Ditën e nesërme, në gazetën zyrtare të partisë, doli një kritikë e ashpër e shfaqjes. Kritiku, një njeri që ishte i njohur si zëvënës i linjës zyrtare, shkroi se shfaqja kishte devijime ideologjike, se ajo kishte elemente pesimiste dhe dekadente, se ajo nuk reflektonte optimizmin socialist që duhej të karakterizonte artin shqiptar. Dhe megjithse kritiku nuk e përmendi Kadri Roshin me emër, ishte e qartë se sulmi ishte drejtuar ndaj tij. Kjo kritik ishte një sinjal, një paralajmërim, një kërcënim, dhe të gjithë në teatër e kuptuan. Atmosfera u bë edhe më e rëndë, edhe më e frikshme. Kolegët filluan të shmangim Roshin edhe më shumë, të mos flasin me të, të mos e shoqërojnë. Ai po bëhej një i izoluar, një i pa shpresë, një i dënuar. Por Kadri Roshi nuk u dorëzua. Ai vazhdoi të luante, ai vazhdoi të jepte gjithçka në skenë. Ai vazhdoi të besonte se arti kishte një fuqi që shkonte përtej politikës, përtej frikës, përtej tradhtisë.
A i vazhdoj të shpresonte se e vërteta do të dilte në dritë, se drejtësia do të bëhej, se njerëzit do të kuptonin. Por sa mund të vazhdonte kjo shpresë? Sa mund të luftonte një njeri vetëm kundër një sistemi të tërë? Sa mund të duronte para se të tyhej përfundimisht? Këto pyetje mundonin çdo natë, çdo ditë, çdo moment. Ve përgjigjet nuk vinin. Ato ishin të fshehura në errësirë, në heshtje, në frikë. Por ne do t'i gjejmë ato përgjigje. Ne do të vazhdojmë të kërkojmë, të zbulojmë, të tregojmë. Sepse historia e Kadri Roshit nuk është vetëm historia e tij. Është historia e një brezi të tërë, historia e një vendi të tërë, historia e një kohe që nuk duhet harruar kurrë. Në pranverën e vitit 1971, Kadri Roshi mori një ftesë të çuditshme. Ai u thirr në një takim privat me një antar të lartë të Komitetit Qendror të Partisë, një njeri që ai nuk e kishte takuar kurrë më parë, por që emri i tij ishte i njohur si një nga figurat më të fuqishme të regjimit. Takimi do të zhvillohej jo në zyrat zyrtare, por në një vilë private në periferi të Tiranës, larg syve të publikut. Roshi e dinte se kjo nuk ishte një ftesë që mund të refuzohej. Ai shkoi me zemër të rëndë, duke mos ditur çfarë ta priste. Villa ishte e madhe, e bukur, e rrethuar nga kopshte të mirëmbajtura, një botë krejtësisht e ndryshme nga realiteti i përditshëm i njerëzve të thjeshtë. Ai u prit nga një shërbëtor që ecoi në një sallë të mave, ku zjarri digjej në xhak dhe ku një bur i moshuar me flokë të bardhë dhe sy të mpret, po e priste ullur në një koltuk të rehatshëm. Kvot 57, tha buri me një zë të thellë, duke mos u ngritur nga vendi. Kvot 58. Roshi u ull, duke u ndier i paqet, i vëzguar, i gjikuar. Buri e shikoi për një kohë të gjatë pa thënë asgjë, sikur po leconte shpirtin e tij. Pastaj ai foli përsëri. Roshi nuk tha asgjë, sepse ai nuk e dinte çfarë të thoshte. Buri vazhdoi. Kadri. Roshi e shikoi burin me sy të habitur, pyeti ai me zë të ulët. Buri buzëqeshi, por buzëqeshja nuk ishte e ngrohtë. Roshi e kuptoi se ky ishte një paralajmërim, por edhe një ofertë. Buri po i thoshte se ai kishte mbrojtje, por se ajo mbrojtje kishte kushte. Ai duhej të heshte, të pranonte, të luante sipas rregullave. Dhe nëse nuk e bënte, atëherë ai do të lihej vetëm, do të braktisej, do të sakrifikohej. Quote 63, tha Roshi, duke u përpjekur të mbante zërin e qetë. Buri e shikoi përsëri me ato sy të mpret, dhe me këto fjalë takimi mbaroi. Roshi u largua nga villa, duke u ndier edhe më i hutuar, edhe më i friksuar. Ai e kuptoi se ishte bërë një karem në një lloj që shkonte përtej teatrit, përtej artit, përtej jetës së tij personale. Ai ishte bërë një simbol, një test, një mjet që përdorej nga forcat që ai nuk i shihte, që ai nuk i kuptonte, që ai nuk mund t'i kontrollonte. Por kush ishte ky burr? Pse ai kishte interes për Kadri Roshin? Dhe çfarë do të ndodhte nëse Roshi nuk e ndiqte këshillën e tij? Këto pyetje do të merrnin përgjigje shumë shpejt, në një mënyrë që askush nuk e priste. Sepse në verën e atij viti ndodhi diçka që ndryshoi gjithçka, diçka që e vuri Kadri Roshin përballë zgjedhjes më të vështirë të jetës së tij, të heshte dhe të mbijetonte, apo të fliste dhe të rrezikonte gjithçka. Dhe zgjedhja që ai bëri do të përcaktonte jo vetëm fatin e tij, por edhe fatin e shumë njerëzve të tjerë që ishin të lidhur me të, që vareshin prej tij, që shpresonin tek ai. Por çfarë zgjodhi ai? Dhe çfarë pasoja shpati ajo zgjedhje? Kjo është ajo që do të zbulojmë në vazhdim, kur do të hapim faqet më të errta të kësaj historie, kur do të zbulojmë sekretet më të fshehura, kur do të shohim se si e vërteta, pavarësisht sa e dhimbshme, gjithmonë gjen një rrugë për të dalë në dritë. Në një mbrëmje të nxehtë, gusht të vitit 1971, kur Tirana mbytej nga vap dhe heshtje, një grua e veshur me të zeza hyri në zyrën e drejtorit të teatrit kombëtar pa trokitur. Ajo ishte Lule Mhilli, ish aktoria që kishte dalë në pension 5 vite më parë, por që të gjithë e kujtonin se një nga zërat më të bukur që kishte pasur skena shqiptare. Ajo hodhi mbi tryezë një zarf të verdhur, të njëjtën lloj zarfi që gjendej në dosjet e sigurimit, dhe tha me zë që dridej nga inati. Këtu është e vërteta që ju keni fshehur për 10 vjet. Këtu janë emrat e atyre që kanë shkruar për Kadri Roshin. Dhe unë e di, sepse njëri prej tyre më ka rrëfyer gjithçka para se të vdiste. Drejtori, një njeri që kishte mësuar të mos habitej për asgjë, e hapi zarfin me duar që i drideshin lehtë. Brenda kishte 3 letra, të shkruara me shkrime të ndryshme, por të gjitha me të njëjtin qëllim, të akuzonin Kadri Roshin për devijime ideologjike, për marrëdhënie me element të dyshimt, për qëndrime armiqësore ndaj pushtetit popullor. Por ajo që bëri drejtorin të zbehej, ishte shënimi i fundit, i shkruar me dorën e Lules. Autori i letrës së parë, Agim Shehu. Autori i letrës së dytë,
Drita Kolla. Autori i letrës së tretë, Skënder Brahimi. Të tre kanë qenë informator aktiv të sigurimit, dhe të tre kanë gënjyer. Kush ishte personi që ja kishte rrëfyer këtë lules? Pse ai kishte vendosur të fliste pikërisht para se të vdiste? Dhe çfarë do të bënte tani drejtori me këtë informacion që mund ta shkatëronte jo vetëm karrierën e tij, por edhe jetën? Lule Mëhilli nuk kishte ardhur rastësisht atë mbrëmje. Ajo kishte pritur këtë moment për vite të tëra. Kishte mbledhur prova, kishte dëgjuar rrëfime, kishte parë me sytë e saj si një njeri i pafajshëm po shkatërohej nga brenda. Ajo kishte qenë mentorja e Kadri Roshit kur ai ishte ende i ri, kur ai sapo kishte hyrë në teatr me sy plot ëndra dhe zemër plot pasion. Ajo e kishte mësuar se si të interpretonte, se si të ndjente personazhin, se si të jepte shpirtin në skenë. Dhe ajo e kishte parë se si ai u bë një artist i madh, një legjendë gjallë, një zë që fliste për një brez të tërë. Por ajo kishte parë edhe diçka tjetër, se si ai po konsumohet nga brenda, se si ai po humbiste peshë, se si sytë e tij po zbeheshin, se si buzëqeshja e tij po bëhej një maskë e dhimbshme. Dhe ajo e dinte pse. Sepse ajo kishte miq në vende të ndryshme, njerëz që i besonin, njerëz që i tregonin gjëra që nuk duhej të dijeshin. Dhe një nga këta miq ishte Petrit Delvina, oficeri i sigurimit që kishte rekrutuar Axhimin dhe të tjerët. Petrit Delvina kishte qenë një njeri i ftohtë, i pamëshirshëm, i përkushtuar ndaj detyrës së tij me një fanatizëm që friksonte edhe kolegët e tij. Por në fund të jetës, kur ai u godit në një sëmundje e rëndë që e konsumoi për muaj të tërë, diçka ndryshoi në të. Ai filloi të pendoi, të kujtonte, të vuante për gjithçka që kishte bërë. Dhe me një nga ato net të gjata kur dhimbja nuk e linte të flinte, ai e thiri Lulen, që kishte qenë dikur shoqe e motrës së tij, dhe i rrëfeu gjithçka. Ai tregoi se si kishte rekrutuar Axhimin, se si e kishte manipuluar duke i premtuar karrierë dhe mbrojtje, se si e kishte detyruar të shkruante letra anonime për Kadri Roshin. Ai tregoi se si kishte përdorur dritën, duke shfrytëzuar dhimbjen e saj për refuzimin e Roshit, duke e bindur se ajo po bënte një shërbim për shtetin, kur në të vërtetë ajo po bëhej një mjet i hakmarrjes së saj personale. Ai tregoi se si kishte kërcënuar Skënderin, duke i thënë se nëse nuk bashkëpunonte, familja e tij do të vuante, se fëmijët e tij nuk do të mund të studionin, se gruaja e tij do të humbiste punën. Dhe ai tregoi se si kishte ndërtuar një rjet të tërë tradhtie, ku secili raportonte për tjetrin, ku secili kishte frikë nga tjetri, ku secili ishte njëkohësisht viktim dhe ekzekutues. Pse bëre këtë Petrit? E kishte pjetur Lule me zë që mezi dëgjohej, duke mbajtur dorën e tij të ftohur nga sëmundja. Pse shkatërrove njerëz të pafajshëm? Pse u bëre një makinë tile keqe? Petrit kishte qeshur, por qeshja kishte qenë e hidhur, e dhimbshme, e plot veturrejtje. Sepse kjo ishte puna ime, Lule. Sepse kjo ishte mënyra ime për të mbijetuar. Sepse nëse nuk e bëja unë, dikush tjetër do ta bënte. Sepse në atë sistem, nëse nuk ishe ekzekutues, ishe viktim, dhe unë zgjoda të mos isha viktim. Ai kishte pushuar për të marrë frymë dhe pastaj kishte vazhduar me zë edhe më të dobët. Por tani, kur po vdes, kur po shoh se çfarë kam bërë, kur po kuptoj se kam shkatëruar jetë të pafajshme për asgjë, për një sistem që vetë po shkatërohet, unë nuk mund të hesht më. Unë duhet ta them. Unë duhet që dikush ta di. Dhe ti je e vetmja që mund ta tuash pa u friksuar. Dhe kështu, Lule Mëhilli mori barrën e kësaj të vërtete, barrën e këtij sekreti, barrën e kësaj përgjegjësie. Dhe ajo vendosi se ajo do ta thoshte pavarësisht pasojave, pavarësisht rreziqeve, pavarësisht frikës. Por kur ajo hodhi atë zarf mbi tryezën e drejtorit, ajo nuk e dinte se ajo po hapte një kuti Pandore që do të shkatëronte jo vetëm karrierat e tre tradhtarëve, por edhe ekuilibrin e brisht që mbante teatrin në këmbë. Drejtoria shikoi Lulen me sy plot frikë dhe admirim. Lule, ti e di se çfarë do të thotë kjo. Ti e di se nëse unë e raportoj këtë, do të ketë një tërmet, do të ketë hetime, do të ketë arestime, do të ketë skandal. Lule e shikoi drejt në sy. Po, e di. Por e di edhe këtë. Se nëse ti nuk e raporton, atëherë Kadri Roshi do të vazhdoj të vuaj, do të vazhdoj të jetoj në ferr, do të vazhdoj të shkatërohet nga brenda. Dhe unë nuk mund ta lejoj këtë. Ai është si djali im, dhe unë do ta mbroj, edhe nëse kjo do të thotë të sakrifikoj gjithçka. Drejtoria kuptoi se nuk ishte zgjedhje. Ai mori zarfin, e vuri në një sirtar të mbyllur me çelës dhe i tha Lule se ai do të mendonte për atë që duhej të bënte. Por të dy e dinin se mendimi nuk ishte më një opsion, vendimi ishte marrë. E vërteta duhet të dilte në dritë, pavarësisht çmimit. Ditët që pasuan ishin të mbushura me tension të padurueshëm.
Drejtori thiri një takim urgjent me disa antar të besuar të administratës së teatrit, njerëz që ai e dinte se nuk ishin të korruptuar, që nuk ishin informator, që ende besonin se arti kishte një vlerë që shkonte përtej politikës. Ai u tregoi atyre për Zarfin, për letrat, për emrat, dhe ai u kërkoi mendimin e tyre. Reagjimet ishin të ndryshme. Disa thanë se kjo duhej raportuar menjëherë, se drejtësia duhej të bëhej, se tradhtarët duhej të ndëshkoheshin. Të tjerë thanë se kjo ishte shumë e rrezikshme, se ata nuk e dinin se sa lart shkonte ky rrjet i tradhtisë, se ndoshta edhe vetë drejtori mund të përfundonte në tellashe nëse e raportonte. Dhe disa thanë se kjo duhej mbajtur sekret, se e vërteta ndonjëherë bënte më shumë dëm se sa gënjeshtra, se ishte më mirë të jetonin me iluzionin se sa të shkatëroheshin nga realiteti. Por në fund, vendimi u mor nga një person që askush nuk e priste, nga Kadri Roshi vet. Sepse Lule, e cila nuk mund të duronte më peshën e sekretit, shkoi te ai dhe ja tregoi gjithçka. Ajo ja tregoi për Petritin, për zhëfimin e tij, për letrat, për emrat. Dhe ajo e pyeti se çfarë donte ai të bëhej. Kadri Roshi e dëgjoi në heshtje, pa ndërprer, pa bërë asnjë pyetje. Dhe kur ajo mbaroi, ai mbeti ullur për një kohë të gjatë, duke shikuar duart e tij, duke menduar për gjithçka që kishte jetuar, për gjithçka që kishte humbur, për gjithçka që kishte vuajtur. Dhe pastaj ai foli, me një zë që ishte i qetë, por i plot me një forcë të brendshme që habitoi edhe Lulen. Lule, faleminderit që ma the. Faleminderit që ke pasur guximin të më tregosh të vërtetën. Por unë nuk dua që kjo të raportohet. Unë nuk dua që ata të ndëshkohen. Lule e shikoi me sy të habitur. Por pse, Kadri? Pse nuk do që ata të paguajnë për atë që të kam bërë? Kadri Roshi buzëqeshi, por buzëqeshja ishte i hidhur. Sepse nëse ata ndëshkohen, atëherë gjithçka që unë kam besuar, gjithçka që unë kam luftuar, do të humbas kuptimin. Unë nuk dua hakmarrje, Lule, unë dua drejtësi. Dhe drejtësia nuk është të shohësh armiqtë tu të vuajnë. Drejtësia është të jetosh me dinjitet, të vazhdosh të besosh në të mirën, të vazhdosh të krijosh art që prek zemrat e njerëzve. Kjo është hakmarrja ime. Të vazhdoj të jem ai që jam, pavarësisht gjithçkaje që më kam bërë. Këto fjalë e lën Lulen pa fjalë. Ajo e kuptoi se Kadri Roshi nuk ishte thjesht një aktor i madh. Ai ishte një njeri i madh, një njeri që kishte arritur të ruante njerëzimin e tij, dashurinë e tij, besimin e tij, edhe në mes të ferit më të zi. Dhe ajo vendosi se ajo do ta respektonte vendimin e tij, edhe nëse ajo nuk e kuptonte plotësisht, edhe nëse ajo mendonte se ai meritonte më shumë, se ai meritonte të shite armiqtë e tij të poshtruar. Por Kadri Roshi nuk donte poshtrim. Ai donte vetëm një gjë, të vazhdonte të jetonte, të vazhdonte të krijonte, të vazhdonte të shpresonte. Dhe kjo ishte forca e tij më e madhe, forca që asnjë tradhtar, asnjë informator, asnjë sistem nuk mund ta tyhte. Por vendimi i Kadri Roshit për të mos kërkuar hakmarrje nuk do të thotë se e vërteta u varros përgjithmonë, sepse në atë sistem të mbyllur ku sekretet ishin monedha më e vlefshme, asgjë nuk mbetej e fshehtë përgjithmonë. Dhe kështu, në mënyrë të çuditshme, lajmi për letrat anonime dhe për autorët e tyre filloi të përhapej në mënyrë të fshehtë, si një zjarr nëntoksor që digjet pa u parë, por që ndhehet gjithçka rreth e rrotull. Njerëzit filluan të flasin me zë të ulët, në këndet e errta, në biseda private. Ata filluan të shmangin Axhimin, Dritën dhe Skënderin, të mos i ftonin në takime, të mos i përfshinin në projekte të reja. Dhe tre tradhtarët e kuptuan se diçka kishte ndryshuar, se ata ishin zbuluar, se ata ishin të izoluar. Axhim Shehu ishte i pari që ndjeu peshën e kësaj izolimi. Ai që dikur kishte qenë kaq i sigurt në vetvete, kaq i bindur se ai po bënte gjën e duhur, filloi të shihte se si kolegët e tij e shmangin, se si ata nuk i përgjigjeshin përshëndetjeve të tij, se si ata e shikonin me një lloj përbuzieje të fshehur. Ai u përpoq të fliste me drejtorin, të kërkonte shpjegime, të kërkonte mbështetje. Por drejtori e priti me një fytyrë të ftohtë, zyrtare, dhe i tha vetëm kaq: Axhim, unë mendoj se do të ishte më mirë për ty dhe për teatrin nëse ti do të merri një pushim të gjatë. Ndoshta një vit, ndoshta më shumë, derisa gjërat të qetësohen. Axhimi e kuptoi se kjo nuk ishte një sugjerim, kjo ishte një urdhër. Ai po dëbohej, jo zyrtarisht, por në mënyrë efektive. Ai po humbiste gjithçka që kishte ndërtuar, gjithçka që kishte sakrifikuar për të arritur. Dhe ai e dinte se kjo ishte pasoja e zgjedhjes së tij, e vendimit të tij për të tradhtuar, e marrëveshjes së tij me djalin. Drita Kolla reagoi ndryshe. Ajo që kishte qenë dikur një grua e bukur, plot jetë dhe energji, u mbyll në vetvete, u bë e heshtur, e tërhequr, e mbytur nga fajësia. Ajo nuk shkoi më në prova, nuk doli më në skenë, nuk foli më me askënd. Ajo jetonte në një apartament të vogël, të errët, të mbushur me kujtime të hidhura dhe pendime të vonuara. Dhe një ditë, në një mëngjes të ftohtë dimri,
Fqinjet e gjetën të shtrirë në shtrat me një shishe të zbrazët barash gjumi pranë saj. Ajo kishte vendosur të largohej nga kjo botë, të ikte nga dhimbja, të shpëtonte nga fajësia, por edhe në vdekje ajo nuk gjeti paqe, sepse njerëzit që erdhën në varrimin e saj ishin të pakët dhe askush nuk qau për të, askush nuk foli për të me dashuri, askush nuk e kujtoi si një artiste të madhe. Ajo u varros në heshtje, në harres, në turp. Skënder Brahimi, regjisori që kishte pasur dikur vizion dhe talent, u bë një hije e vetvetes. Ai vazhdoi të punonte në teatr, por në pozicione gjithnjë më të ulta, gjithnjë më të parëndësishme. Ai nuk drejtoi më shfaqje të mëdha, nuk mori më vendime të rëndësishme, nuk pati më respektin e kolegëve. Ai u bë një njeri i harruar, i injoruar, i parëndësishëm. Dhe ai e dinte se kjo ishte ndëshkimi i tij, ndëshkimi që ai meritonte, ndëshkimi që ai kishte zgjedhur vetë kur kishte pranuar të traftonte. Ai jetoi kështu për vite të tëra, duke mbajtur brenda tij një dhimbje të thellë, një pendim të vazhdueshëm, një veturrejtje që nuk e linte të flinte natën. Dhe kur ai vdiq shumë vite më vonë në një spital të varfër, i vetëm dhe i harruar, askush nuk e kujtoi se ai kishte qenë dikur një artist me premtime, një njeri me ëndra, një krijues me vizion. Ai u kujtua vetëm si një tradhtar, si një informator, si një njeri që kishte shitur shpirtin e tij për një cop buke dhe një cop sigurie. Por çfarë ndodhi me Kadri Roshin? Si jetoi ai pas zbulimit të së vërtetës? A gjeti ai paqe? A gjeti ai drejtësi? Përgjigjja është komplekse, sepse jeta e tij pas atyre ngjarjeve nuk ishte as e lehtë, as e lumtur, por as e dëshpëruar. Ai vazhdoi të luante, të krijonte, të jepte gjithçka në skenë, por ai e bëri këtë me një vetdije të re, me një maturim të ri, me një forcë të re që vinte nga brenda. Ai e kuptoi se ai kishte mbijetuar, jo sepse ishte më i fortë se armiqtë e tij, por sepse ai kishte zgjedhur të mos u bënte si ata, të mos u ulte në nivelin e tyre, të mos e humbiste njerëzimin e tij. Dhe kjo zgjedhje e shpëtoi. Kjo zgjedhje e bëri të pavdekshëm jo si një viktim, por si një hero, si një simbol i rezistencës, si një dëshmi e fuqisë së shpirtit njerëzor. Në vitet që pasuan, Kadri Roshi u bë edhe më i dashur në publiku, edhe më i respektuar nga kolegët e tij të vërtet, edhe më i admiruar nga brezat e rinj që po vinin. Ai u bë një mentor, një mësues, një udhërfjes për të gjithë ata që donin të mësonin se si të jetonin me dinjitet në një botë të vështirë, se si të ruanin shpirtin e tyre në një sistem që përpiqej të shtynte, se si të besonin në të mirën edhe kur gjithçka rreth tyre ishte e keqe. Dhe ai e bëri këtë jo me fjalë të mëdha, jo me predikime morale, por me shembullin e tij, me jetën e tij, me artin e tij. Ai tregoi se është e mundur të jetosh me integritet, të krijosh me pasion, të dashurosh me sinqeritet, edhe në kushtet më të vështira, edhe në kohët më të errta, edhe në sistemet më të pamëshirshme. Por a ishte kjo e mjaftueshme? A ishte kjo drejtësia që ai meritonte? Apo ai meritonte më shumë? Meritonte të shihte armiqtë e tij të ndëshkuar, meritonte të dëgjonte falje publike, meritonte të merrte kompensim për gjithçka që kishte vuajtur. Këto janë pyetje që secili prej nesh duhet t'i përgjigjet vetë, sipas vlerave tona, sipas besimeve tona, sipas kuptimit ton për drejtësinë. Por ajo që është e sigurt është se Kadri Roshi zgjodhi rrugën e tij, rrugën e faljes, rrugën e vazhdimit, rrugën e shpresës. Dhe kjo zgjedhje e bëri atë të pavdekshëm jo vetëm si artist, por edhe si njeri. Në një mbrëmje pranvere të vitit 1988, ku Shqipëria po fillonte të ndjente erat e para të ndryshimit, ku sistemi i vjetër po fillonte të carmatosej nga brenda, Kadri Roshi u ul në dhomën e tij të vogël të gardrobës pas një shfaqjeje të suksesshme dhe nxori atë ditar të vjetër që ai kishte mbajtur për vite të tëra. Ai e hapi dhe filloi të leconte faqet e tij, faqe që ishin plot me dhimbje, me frikë, me dyshime, me shpresë. Dhe ndërsa leconte, ai filloi të çante, jo nga hidhrimi, por nga lehtësimi, nga mirënjohja, nga kuptimi se ai kishte mbijetuar, se ai kishte arritur të ruante shpirtin e tij, se ai kishte arritur të vazhdonte të besonte në të mirën, edhe kur gjithçka rreth tij ishte keqe. Ai mori një stilolaps dhe shkroi në faqen e fundit të ditarit këto fjalë që do të gjendeshin shumë vite më vonë nga familja e tij dhe që do të bëheshin një testament i fuqishëm për brezat e ardhshëm. Këto fjalë janë testamenti i Kadri Roshit, testamenti një njeriu që jetoi në ferr, por që nuk e humbi parajsën e brendshme. Testamenti një artisti që u tradhtua nga ata që ai konsideronte miq, por që nuk e humbi besimin në njerëzimin. Testamenti një legjende që u përpok të shkatërohet në një sistem i pamëshirshëm, por që doli më i fortë, më i pastër, më i ndritur. Dhe ky testament është një mesazh për të gjithë ne, për çdo njeri që jeton në kohë të vështira, që përballet me tradhtinë, që lufton me padrejtësinë. Mesazhi është i thjeshtë, por i fuqishëm.
Mos u bëj si ata që të bëjnë keq. Vazhdo të besosh, vazhdo të krijosh, vazhdo të dashurosh. Sepse kjo është mënyra e vetme për të fituar, jo kundër tyre, por kundër errësirës që ata përfaqësojnë. Kadri Roshi vdiq në vitin 2005 në moshën 82 vjeç, i rrethuar nga familja e tij, nga miqtë e tij të vërtet, nga admiruesit e tij të panumërt. Ai vdiq i qetë, i kënaqur, i plotësuar. Ai vdiq duke ditur se ai kishte jetuar një jetë me kuptim, një jetë me vlerë, një jetë që kishte prekur zemrat e mira njerëzve. Dhe kur lajmi i vdekjes së tij u përhap, Shqipëria e tërë qau. Teatri kombëtar u mbush me lule, me letra, me mesazhe dashurie dhe mirënjohje. Njerëzit vinin nga i gjithë vendi për t'i dhënë lamtumirën e fundit, për ta falendëruar për gjithçka që ai u kishte dhënë, për ta kujtuar si një hero, si një legjend, si një simbol i rezistencës dhe të dinjitetit njerëzor. Por çfarë ndodhi me tre tradhtarët? Agim Sheu vdiq i vetëm, i harruar, në një shtëpi pleq, pas një vizitë, pas një lule, pas një lot. Drita Kolla ishte tashmë e vdekur prej vitesh, e varrosur në një varr të pashnuar, të harruar në të gjithë. Skënder Brahimi vdiq pak kohë pas Roshit, por askush nuk shkroi për të, askush nuk foli për të, askush nuk e kujtoi. Ata u shuan si hije, si fantazma, si njerëz që nuk kishin ekzistuar kurrë. Dhe kjo ishte ndëshkimi i tyre më i madh. Jo burgu, jo tortura, jo vdekja fizike, por harrimi, injorimi, zhbërja e kujtesës së tyre nga historia. Ata u bën asgjë, ndërsa Kadri Roshi u bë gjithçka. Kjo është historia e Kadri Roshit, historia e një njeriu që jetoi në një kohë të errët, por që nuk e humbi dritën e brendshme. Historia e një artisti që u tradhtua nga ata që ai konsideronte miq, por që nuk e humbi besimin në njerëzimin. Historia e një legjende që u përpok të shkatërohet në një sistem i pamëshirshëm, por që doli më i fortë, më i pastër, më i ndritur. Dhe kjo histori është një mësim për të gjithë ne, një mësim që duhet të mbahet gjallë, që duhet të transmetohet nga brezi në brez, që duhet të kujtojë gjithmonë se forca më e madhe që ka një njeri është forca e shpirtit, forca e besimit, forca e dashurisë. Dhe kjo forcë nuk mund të thyet kurrë, nga askush, në asnjë kohë. Në një mëngjes të ftohtë shkurti të vitit 1990, ku Shqipëria po përjetonte ditët e para të lirisë së re, një grua e moshuar me duar të dridhuara hyri në arkivat e sapo hapura të ish sigurimit të shtetit dhe kërkoi të shihte dosjen personale të vëllait të saj, Petrit Delvina, oficeri që kishte vdekur 10 vjet më parë. Arkivistja, një vajzë e re që sapo kishte filluar punën dhe që nuk e njihte peshën e dokumenteve që ruante, ja solli dosjen pa nguruar. Brenda saj, motra e Petritit gjeti diçka që e bëri të ulrinte nga dhimbja. Një listë me 36 emra, të shkruar me dorën e vëllait të saj, nën titullin Objekte që duhen eliminuar, prioritet i lartë. Emri i Kadri Roshit ishte i pari në atë listë, i nënvizuar me bojë të kuqe me një shënim pranë. Ky njeri është më i rrezikshëm se 10 disident. Ai nuk flet kundër sistemit, por ai e bën popullin të ndjej, të mendoj, të ndërroj. Dhe kjo është më e rrezikshme se çdo fjalë. Motra e Petritit e kuptoi në atë moment se vëllai i saj nuk kishte qenë thjesht një oficer që zbatonte urdhra. Ai kishte qenë arkitekti i një makine shkatërrimi, një njeri që kishte vendosur vetë se kush meritonte të jetonte dhe kush meritonte të shkatërrohej. Dhe ai kishte zgjedhur Kadri Roshin si shënjestër kryesore, jo sepse Roshi kishte bërë diçka të keqe, por sepse ai kishte bërë diçka të mirë. Ai kishte mbajtur gjallë shpresën në një kohë ku sistemi donte vetëm frikë. Por pse Petrit Delvina kishte dështuar? Pse Kadri Roshi kishte mbijetuar ndërsa aq shumë të tjerë kishin rënë? Ve çfarë kishte ndodhur në ato ditë të fundit kur vendimi për fatin e Roshit po merrej në zyrat më të larta të pushtetit? Për të kuptuar këtë, duhet të kthehemi në vjeshtën e vitit 1972, kur dosja e Kadri Roshit arriti në tavolinën e Enver Hoxhës, diktatorit që mbante në duart e tij jetën dhe vdekjen e çdo shqiptari. Enver Hoxha e leçoi dosjen me vëmendje, e studioi çdo raport, çdo letër anonime, çdo akuzë, dhe pastaj ai tiri Petrit Delvinën në zyrën e tij, në atë vilë të madhe në blok ku vendoseshin fatkeqësitë e një kombi të tërë. Takimi zgjati 3 orë, dhe askush nuk e dinte se çfarë u diskutua atje, por një shërbëtor që pastronte korridoret, një njeri që kishte mësuar të dëgjonte pa u dukur, dëgjoi fragmente të bisedës që e bën të dridhej. Ai dëgjoi zërin e Hoxhës, të ashpër dhe të ftohtë. Petrit, ti më thua se ky aktor është armik i popullit, por unë e kam parë atë në skenë. Unë e kam parë se si populli e do. Dhe nëse ne e arrestojmë, ne nuk do të shkatërrojmë vetëm një aktor. Ne do të shkatërrojmë besimin e popullit në ne. Dhe kjo është më e rrezikshme se çdo disident.
Petri tu përpoq të argumentonte, të shpjegonte, të bindë, por Hoxha e ndërpreu me një gjest të dorës. Jo, Petrit, ky njeri do të mbetet i lirë, por ti do të vazhdosh ta mbash në kontroll. Ti do të vazhdosh ta presosh. Ti do të bësh që ai të jetojë në frikë, por jo në burg, sepse një artist i friksuar është më i dobishëm për ne se një artist i burgosur. Një artist i burgosur bëhet martir, një artist i friksuar bëhet shembull. Kjo ishte strategjia që shpëtoi Kadri Roshi nga burgu, por që e dënoi në një burg tjetër, më të keq, burgun e frikës së vazhdueshme, burgun e dyshimit të përditshëm, burgun e jetesës në vëzhgim të përhershëm. Petrit Delvina e kuptoi se ai kishte dështuar në misionin e tij kryesor, por ai nuk u dorëzua. Ai vendosi të ndryshonte strategjinë. Nëse nuk mund ta burgonte Roshin, ai do ta shkatëronte nga brenda. Ai do ta izolonte, do ta bënte të humbiste miqt, do ta bënte të dyshonte për gjithçka dhe për të gjithë. Dhe ai filloi të punonte në këtë drejtim me një përkushtim që friksonte edhe kolegët e tij. Ai rekrutoi më shumë informator, ai organizoi më shumë takime të fshehta, ai shkroi më shumë raporte. Ai ndërtoi një rrjet aq të dendur sa Kadri Roshi nuk mund të lëvizte pa u vëzhguar, nuk mund të fliste pa u dëgjuar, nuk mund të mendonte pa u analizuar. Por Petrit Delvina nuk e llogariti një gjë: forcën e shpirtit njerëzor, aftësinë e një njeriu për të rezistuar edhe në kushtet më të pamundura, fuqinë e artit për të mbajtur gjallë shpresën edhe në errësirën më të thellë. Kadri Roshi, pavarësisht gjithçkaje që po i bëj, vazhdoi të luante, vazhdoi të krijonte, vazhdoi të jepte gjithçka në skenë. Dhe sa më shumë Petrit përpiqej ta thyhte, aq më i fortë bëhej Roshi, sepse çdo presion, çdo kërcënim, çdo akuzë e bënte atë më të vendosur, më të qartë në qëllimet e tij, më të lidhur me misionin e tij. Ai e kuptoi se ai nuk po luftonte vetëm për veten e tij. Ai po luftonte për të gjithë ata që nuk mund të luftonin, për të gjithë ata që ishin heshtuar, për të gjithë ata që kishin humbur shpresën. Dhe kjo e bëri të pamposhtur. Në pranverën e vitit 1978, ndodhi diçka që ndryshoi ekuilibrin e kësaj lufte të fshehtë. Mjenda informatorët e Petritit, një aktor i ri që ishte rekrutuar me premtime për karrierë të shpejtë, u pendua. Ai nuk mund të duronte më peshën e fajsisë, nuk mund të jetonte më me vetëdijen se ai po traftonte njerëz të pafajshëm. Dhe një natë, pas një shfaqjeje ku Kadri Roshi kishte luajtur me një intensitet që kishte bërë të gjithë të qanin, ky aktor i ri shkoi te Roshi dhe ja rrëfeu gjithçka. Ai tregoi për Petritin, për rrjetin e informatorëve, për strategjinë e izolimit, për planet për ta shkatërruar. Dhe ai kërkoi falje, me lot në sy, me zë që dridhej nga pendimi. Kadri Roshi e dëgjoi në heshtje dhe pastaj e përqafoi. Faleminderit që ke pasur guximin të më tregosh, i tha ai me zë të butë. Faleminderit që ke zgjedhur të ndallosh. Kjo zgjedhje të shpëton, jo mua, por ty. Sepse ti mund të jetosh tani me ndërgjegje të pastër, me shpirt të lirë, me dinjitet të rimar. Ky akt faljeje, ky akt dashurie ndaj një njeriu që i kishte traftuar, ishte diçka që aktori i ri nuk e priste. Ai kishte pritur zemrim, urrejtje, ndoshta edhe dhunë. Por ai mori falje, kuptim, dashuri. Dhe kjo e ndryshoi përgjithmonë. Ai u bë një nga mbrojtësit më besnik të Roshit, një nga zërat që flisnin për të me admirim, një nga dëshmitarët që do të rrefenin historinë e tij për brezat e ardhshëm. Por kjo nuk ishte e vetmja ktesë, sepse në të njëjtën kohë Petrit Delvina po përjetonte një krizë personale që po e konsumonte nga brenda. Ai po shihte se si plani i tij po dështonte, se si Kadri Roshi jo vetëm që nuk po tihej, por po bëhej edhe më i dashur, edhe më i respektuar, edhe më i fuqishëm. Dhe ai po kuptonte se ai kishte humbur jo sepse nuk kishte pushtet, por sepse ai po luftonte kundër diçkaje që nuk mund të mposhtet me pushtet, kundër dashurisë, kundër artit, kundër shpresës. Ai filloi të pinte, të mbyllej në vete, të bëhej i dhunshëm me familjen e tij. Gruaja e tij, një grua e butë që e kishte dashur dikur, filloi ta friksohej. Fëmijët e tij filluan ta shmangin. Ai po bëhej një njeri i vetmuar, i urrejtur, i shkatëruar nga brenda. Dhe kur ai u smur me atë smundje që do ta konsumonte për vite, ai e kuptoi se kjo ishte ndëshkimi i tij. Ndëshkimi që vinte jo nga njerëzit, por nga vetë jeta, nga vetë ekzistenca, nga vetë universi që nuk toleron padrejtësinë përgjithmonë. Në dimrin e vitit 1985, kur Enver Hoxha vdiq dhe Shqipëria filloi të lëvizte ngadalë drejt një epoke të re, Kadri Roshi u thirr përsëri në një takim të fshehtë, këtë herë me një nga pasardhësitë e Hoxhës, një njeri që po përpiqej të ruante sistemin, por që po kuptonte se sistemi po shkatërrohej nga brenda. Ky ngjeri, le ta quajmë Ramiz, sepse emri i vërtet është i njohur nga historia, e priti Roshin me një respekt që Roshi nuk e kishte parë kur më parë nga njerëzit e pushtetit. Kadri, unë e di se çfarë ke kalluar, i tha Ramiz me zë të qetë.
Unë e di se si ke jetuar në presion, në frikë, në ndyshim, dhe unë dua të them se kjo nuk do të vazhdoj më. Kohët po ndryshojnë, ne po ndryshojmë, dhe ne kemi nevojë për njerëz si ti, njerëz që kanë mbajtur dinjitetin, që kanë ruajtur integritetin, që kanë besuar në të mirën edhe kur gjithçka ishte e keqe. Kadri Roshi e dëgjoi, por ai nuk u gëzua. Ai e dinte se këto fjalë vinin shumë vonë, se dëmi ishte bërë, se vitet e humbura nuk mund të ktheheshin. Por ai e dinte gjithashtu se ai nuk kishte zgjedhje tjetër përveç se të vazhdonte, të shpresonte, të besonte se ndoshta, diçka e mirë mund të dilte nga gjithë kjo dhimbje. Por ndryshimi i vërtet erdhi në vitin 1990, kur muret filluan të bien, kur njerëzit filluan të flasin, kur e vërteta filloi të dalë në dritë. Arkivat e sigurimit u hapën, dosjet u zbuluan, emrat u publikuan. Dhe Shqipëria e tërë mësoi se çfarë kishte ndodhur në ato vitet e errta, se kush kishte tradhtuar, se kush kishte shkruar, se kush kishte shkatëruar jetë të pafajshme. Emrat e Agim Shehut, Drita Kollës dhe Skënder Brahimit u bën publik, dhe reagimi ishte i menjëhershëm dhe i ashpër. Njerëzit që i kishin njohur, që kishin punuar me ta, që kishin besuar tek ata, u ndjen të tradhtuar, të gënjur, të poshtruar. Dhe ata filluan të flasin, të shkruanin, të denoncojnë. 3 tradhtarët që ishin ende gjallë në atë kohë u bën objekt talljeje, përbuzjeje, izolimi total. Ata nuk mund të dilnin në rrugë pa ushar, nuk mund të shkonin në dyqane pa u refuzuar shërbimi, nuk mund të jetonin pa u kujtuar çdo ditë se çfarë kishin bërë. Agim Shehu u përpoq të mbrohej, të shpjegonte, të justifikohej. Ai dha një intervistë në një gazetë të vogël ku ai tha se ai kishte qenë i detyruar, se ai nuk kishte pasur zgjedhje, se ai kishte bërë atë që çdo njeri tjetër do të kishte bërë në vendin e tij. Por askush nuk e besoi, askush nuk e fali, askush nuk e kuptoi. Ai vdiq 2 vjet më vonë, i vetmuar, i urrejtur, i harruar nga të gjithë përveç atyre që e urrenin. Skënder Brahimi nuk foli kur publikisht. Ai mbeti i mbyllur në shtëpinë e tij, duke refuzuar të takonte dikë, duke refuzuar të dilte, duke refuzuar të jetonte. Ai vdis në heshtje, në errësirë, në vetmi absolute. Dhe Drita Kolla, që kishte vdekur tashmë prej vitesh, u kujtua vetëm si një shembull i asaj që ndodh kur dikush zgjedh hakmarrjen në vend të dashurisë, kur dikush zgjedh tradhtin në vend të besnikërisë, kur dikush zgjedh errësirën në vend të dritës. Por çfarë ndodhi me Kadri Roshin në këto vite të reja, në këtë epokë të lirisë së rimar? Ai vazhdoi të luante, por tani me një kuptim të ri, me një qëllim të ri. Ai nuk po luante më për të mbijetuar. Ai po luante për të festuar, për të shprehur gëzimin e lirisë, për të ndarë me publikun e tij dashurinë që ai kishte ruajtur gjatë gjithë atyre viteve të errëta. Ai u bë një simbol i shpresës, një dëshmi e faktit se e mira mund të fitojë, se dashuria mund të mposhtë urrejtjen, se drita mund të shpërbëjë errësirën. Dhe njerëzit e donin edhe më shumë, jo vetëm si artist, por si njeri, si hero, si shembull i asaj që do të thotë të jetosh me dinjitet. Në vitin 1995, Kadri Roshi mori një çmim ndërkombëtar për kontributin e tij në artin dramatik, një çmim që u dha në një ceremoni madhështore në Tiranë, ku morën pjesë artistë nga gjithë bota. Kur ai u ngrit në skenë për të marrë çmimin, salla shpërtheu në duartrokitje që zgjatën për 10 minuta. Njerëzit qanin, qeshnin, bërtisnin emrin e tij. Dhe ai qëndroi atje, i thjesht, i pshullur, i prekur thellë nga dashuria që po merrte. Dhe kur heshtja u bë më në fund, ai foli me një zë që ishte i qetë por i plot me forcë. Faleminderit për këtë ënder, por unë nuk e meritoj vetëm unë. Këtë e meritojnë të gjithë ata që kanë jetuar në errësirë, por që nuk e kanë humbur dritën. Këtë e meritojnë të gjithë ata që kanë vuajtur, por që nuk e kanë humbur shpresën. Këtë e meritojnë të gjithë ata që kanë qenë të tradhtuar, por që nuk e kanë humbur besimin në njerëzimin. Unë jam thjesht një zë i tyre, një përfaqësues i tyre, një dëshmi e forcës së tyre. Dhe unë i përkushtoj këtë çmim atyre, jo mua. Këto fjalë prekën zemrat e të gjithëve që ishin atje, sepse ato nuk ishin fjalë të një artisti që po festonte suksesin e tij. Ato ishin fjalë të një njeriu që kishte kuptuar se jeta nuk është për lavdi personale, por për shërbim ndaj të tjerëve, për ndarje të dashurisë, për transmetim të shpresës. Dhe kjo ishte mësimi më i madh që Kadri Roshi la pas. Se e vërteta më e madhe nuk është se sa i suksesshëm je, por se sa i mirë je, se sa dashuri jep, se sa shpresë ndez në zemrat e të tjerëve. Në vitin 2005, kur Kadri Roshi ndroi jetë, Shqipëria e tërë qau. Por kjo nuk ishte një vajtim i hidhur i dëshpëruar. Kjo ishte një vajtim plot mirënjohje, plot dashuri, plot respekt. Njerëzit erdhën nga çdo qep i vendit për t'i dhënë lamtumirën e fundit. Ata sollën lule, letra, fotografi, kujtime.
Ata treguan histori se si ai kishte prekur, se si ai kishte frymzuar, se si ai kishte ndihmuar të besonin në të mirën edhe kur gjithçka duke e keqe. Dhe ata premtuan se ata nuk do ta harronin kurrë, se ata do ta mbanin gjallë kujtimin e tij, se ata do ta transmetonin historinë e tij nga brezi në brez. Varri i Kadri Roshit u bë një vend pelegrinazhi, një vend ku njerëzit vinin për të reflektuar, për të kujtuar, për të gjetur forcë. Dhe çdo vit, në përvjetorin e vdekjes së tij, Teatri Kombëtar organizon një ceremoni përkujtimore, ku aktorë të rinj luajnë fragmente nga rolet e tij më të famshme, ku njerëz të moshuar tregojnë kujtime për të, ku brezat e rinj mësojnë për historinë e tij dhe për mësimet që ajo mbart. Por çfarë ndodhi me ata që e tradhtuan? Çfarë ndodhi me Petrit Delvinën, oficerin që kishte qenë arkitekti i gjithë asaj makine shkatërrimi? Ai vdiq në vitin 1979, para se sistemi të rozohej, para se e vërteta të dilte në dritë. Ai vdiq duke menduar se ai kishte fituar, se ai kishte mbrojtur sistemin, se ai kishte bërë detyrën e tij. Por historia e gjykoi ndryshe. Emri i tij u bë sinonim i tradhtisë, i mizorësisë, i shkatërrimit të jetëve të pafajshme. Dhe sot, kur njerëzit flasin për ato periudhë të errët, emri i Petrit Delvinës përmendet me përbuzje, me neveri, me një lloj frike që vjen nga kuptimi se njerëz të tillë kanë ekzistuar, se njerëz të tillë kanë pasur pushtet, se njerëz të tillë kanë shkatëruar aq shumë jetë. Motra e tij, ajo grua e moshuar që gjeti listën në arkiva, jetoi me peshën e kësaj të vërtete për vitet e saj të fundit. Ajo u përpoq të kërkonte falje në emër të vëllait të saj, të shpjegonte se ai kishte qenë produkt i sistemit, Se ai kishte qenë viktimë edhe ai në një mënyrë. Por askush nuk e dëgjoi, askush nuk e besoi, askush nuk e fali. Sepse ka veprime që janë aq të këqija, aq të mizorshme, aq të pafallshme, sa as koha, as shpjegimet, as pendimi i vonuar nuk mund t'i shlyejnë. Dhe veprimet e Petrit Delvinës ishin pikërisht të tilla. Sot, më shumë se 20 vjet pas vdekjes së Kadri Roshit, historia e tij vazhdon të jetojë. Ajo mësohet në shkolla, ajo tregohet në familje, ajo shkruhet në libra, ajo luhet në skenë. Ajo është bërë pjesë e kujtesës kolektive të një kombi. Një kujtesë që kujton jo vetëm dhimbjen, por edhe forcën, jo vetëm errësirën, por edhe dritën, jo vetëm tradhtinë, por edhe besnikrinë. Dhe kjo kujtesë është e rëndësishme, sepse ajo na mëson se historia mund të përsëritet nëse ne nuk jemi vigjilent, nëse ne nuk mësojmë nga e kaluara, nëse ne nuk ruajmë vlerat që na bëjnë njerëz. Kadri Roshi jetoi në një kohë kur njerëzit ishin të detyruar të zgjedhin midis mbijetesës dhe dinjitetit, midis frikës dhe guximit, midis heshtjes dhe të vërtetës. Dhe ai zgjodhi dinjitetin, guximin, të vërtetën. Ai zgjodhi të jetojë si njeri, jo si rob. Ai zgjodhi të krijojë art që prek shpirtrat, jo propagandë që manipulon mendje. Ai zgjodhi të dashurojë, jo të urrej. Dhe këto zgjedhje e bën atë të pavdekshëm, jo vetëm si artist, por edhe si njeri, si shembull, si frymëzim për të gjithë ata që vinë pas tij. Historia e Kadri Roshit është një histori e dhimbjes, por edhe e shpresës. Është një histori e tradhtisë, por edhe e besnikrisë. Është një histori e errësirës, por edhe e dritës. Dhe është një histori që duhet të tregohet, që duhet të dëgjohet, që duhet të mbahet gjallë, sepse ajo na kujton se edhe në kohët më të errëta, edhe në sistemet më të pamëshirshme, edhe në situatat më të dëshpëruara, njeriu mund të zgjedhë të mbetet njeri. Dhe kjo zgjedhje është ajo që na shpëton, që na çliron, që na bën të pavdekshëm. Miq të dashur, historia e Kadri Roshit nuk është thjesht historia e një artisti të madh që jetoi në një kohë të vështirë. Kjo është historia e secilit prej nesh. Historia e çdo njeriu që ka përballuar padrejtësi, që ka jetuar në presion, që ka qenë i tradhtuar nga ata që konsideronte miq. Kjo është historia e forcës së shpirtit njerëzor, e aftësisë së njeriut për të rezistuar, për të dashuruar, për të shpresuar edhe kur gjithçka duket e humbur. Sot, ku shikojmë prapa në ato vitet e errta, ne mund të pyesim veten: si ishte mundur që një sistem i tillë të ekzistonte? Si ishte mundur që njerëz të zakonshëm të bëheshin tradhtar, informator, ekzekutues të një makine shkatërrimi? Përgjigjja është e thjeshtë, por e dhimbshme, sepse frika është një forcë e fuqishme, sepse sistemi e dinte se si ta përdorte atë frikë, sepse njerëzit zgjodhen mbijetesën në vend të dinjitetit. Por historia e Kadri Roshit na tregon se ka një zgjedhje tjetër. Se është e mundur të jetosh me dinjitet edhe në kushtet më të vështira. Se është e mundur të mos u bësh si ata që të bëjnë keq. Kadri Roshi nuk kërkoi kurrë hakmarrje. Ai nuk deshi kurrë të shihte armiqtë e tij të vuanin. Ai zgjodhi rrugën e faljes, rrugën e dashurisë, rrugën e vazhdimit. Dhe kjo zgjedhje e bëri atë më të madh se çdo tradhtar, më të fortë se çdo sistem, më të pavdekshëm se çdo pushtet.
Sepse në fund ajo që mbetet nuk janë sistemet, nuk janë pushtetarët, nuk janë tradhtarët. Ajo që mbetet është dashuria, është arti, është shpresa. Kadri Roshi la pas një trashëgimi të pasur me këto vlera, një trashëgimi që vazhdon të frymëzoj, të prek, të ndryshoj jetë edhe sot. Por pyetja që duhet të bëjmë vetes është: çfarë do të kishim bërë ne në vendin e tij? A do të kishim pasur forcën të rezistonim? A do të kishim pasur guximin të mos u bënim tradhtar? A do të kishim pasur dashurinë të fallnim ata që na bën keq? Këto janë pyetje që secili prej nesh duhet t'i përgjigjet vetë, në thellësinë e ndërgjegjes së tij, në sinqeritetin e shpirtit të tij. Historia e Kadri Roshit është një testament për brezat e ardhshëm, një mesazh që thotë: mos u bëni kurrë si ata që ju bëjnë keq. Mos e humbisni kurrë njerëzimin tuaj, mos e humbisni kurrë shpresën tuaj. Sepse në fund, ajo që na bën njerëz nuk është forca fizike, nuk është pushteri politik, nuk është pasuria materiale. Ajo që na bën njerëz është aftësia për të dashuruar, për të krijuar, për të besuar në të mirën edhe kur gjithçka duket e keqe. Vetani miq të dashur, ne ju pyesim: si e shihni ju Kadri Roshin? A ishte ai viktime një sistemi të pamëshirshëm, apo ishte ai hero që zgjodhi të luftoj me armët e dashurisë dhe të artit? A meritonte ai më shumë nga jeta, apo ai arriti të jetonte një jetë të plotë, të kuptimshme, të pavdekshme? A e kujtoni ju atë? Apo brezat e rinj e kanë harruar tashmë? Shkruani mendimet tuaja në komentet. Na tregoni nëse ju ose familja juaj e keni njohur. Na ndani kujtimet tuaja për të. Sepse kujtimi është mënyra jon për ta mbajtur gjallë, për ta nderuar, për ta falenderuar për gjithçka që ai na ka dhënë. Vini një pëlqim nëse kjo histori ju ka prekur dhe abonohuni në kanalin ton për të dëgjuar më shumë histori të tilla. Histori që na kujtojnë se çfarë do të thotë të jesh njeri, të jetosh me dinjitet, të besosh në të mirën. Faleminderit që na dëgjuat dhe kujtoni: e vërteta gjithmonë del në dritë, dashuria gjithmonë fiton, dhe shpresa kurrë nuk vdes.